po me jetësu nuk mëni. Që vjen me thy marrëveshjen mbi cilën e ke ndërtu ti. Marrëveshjen me cilën është ndërtu ky shtet. Pra mos harroni, shikoni themelet e kësaj ndërtesë. Se nuk është mëti ato themele, nuk vjen me ndush para 300 vjetë që mos me ditë që ka ndodhur. Pra ato du të me harru që na mundën me ndryshu kushtetutën, na mundën me ama ndryshu, pa jo ndryshim, ama dementim. Jo, po flisni për ndryshim esencial. Jo, më rëstashën substancial kushtetutës. Blerim, nëse je Shiko, batën, se... Kërëta përvenda vitin 2018 si arsye, ose si edhe në rastin kur na ndryshojnë për presidentin. Ajo afekton çdo pjesë tjetër që lidhet me strukturën e pushtetit, me strukturën institucionale. Do të më ndryshu nenet e kushtetutës për qeverinë, për institucione tjera. Pra, në momentin ti kur e prekat strukturë, afekton ndryshimin e kompletësoj. Dhe kjo është diçka utopike për cilën e po flasim. Kushtetutën ose e ndryshon në një moment kur të gjithë ato subjekte për cilës ka dole a kushtetu si kompromis, pajtohen për me ndryshu. Ose ndryshon kushtetutën për mes një akti brutal. Kështu që, mos në shtenin e temat koti. Mos në shtenin e temat koti. Kur një shtetë është jo funksional. Koti. Koti. Ne kemi parasysh një fakt. Ne kemi Albin Kurtin, i cili është duke i fitu zgjedhjet rregullisht me një shumicë. Edhe, problemi është që kjo nuk e afekton kushtetutën, afekton skenën politike. Qa do të skena politike? Se këtu, ose ka më kryu një skenë politike dy pole, eventualisht me një subjekt tjetër që është i tretë, ose kë djaloshi ka me vazhdu me fitu zgjedhjet pafundësisht, sepse ti ke një opozit të shkapërdelur. Frontin opozitare kite për qamë, shikoni vetëm një fakt brutal, kushtimishtrim. Ky i ka 53 deputet. Mbledhi krejt deputet e partive opozitare sa bojnë. 47. Do të thotë, mesazhi është i qartë. Ose ju bashkuheni në një front opozitar, rreth një kauze, rreth një ide ose diçka, edhe i rezistoni këtij njeriu, arrini me artikulu partnerësi, ose na vazhdojmë. Ti e praktik, kjo është idealizëm i panevojshëm. Kjo jam jo praktike, ju është idealizëm. Jam jo praktik, idealizmi është të profet që fyre. Jo, se marë, hiç mos s'kema. Pragmatizëm. Blerim, vetëm ta sqarojmë. Me çfarë do varianti që ndryshohet kushtetuta që tha Dori? Për që presidenti të zgjedhet me vota drejt për drejt. Prap pa partit politike nuk zgjedhet presidenti, prap është politikaj. Dhe nuk di pse e krijojmë një farë iluzioni se deputetët e zgjedhin një intelektual që i përfaqëson ata dhe përfaqëson popullin. Po jo se nuk ndodh ajo. Po mos e thotë se ka ndodhur bata. Po jo, po nuk ndodh. Lem dëshiroj, lem ta ndroj. Nuk ndodh. Sa pet ma me zos, si ma me zos, sa pet ka me ndodhur ç'po thotë ju, ç'po thoni ju. Tajna me një çibien, na marrë një ciklit. Pagojnë, nuk ka me ndodhur. Këtë ide është lajmi keq. Po, keq, po mirë. Këtë që presim është zgjedhje. Po veç a mundet me ekzistu për shembull, rruga e tretë e Ilirit me gjas supozon diçka. Jo, me gjas supozon diçka tjetër. Radikale. Ma radikale, po unë mendoj që nështë duhet me nëzit edhe na një loj, jo, mund me nëzit një loj kampanje, një loj presioni, që i thot s'ka zgjedhje, që nismë që të sloganin s'ka zgjedhje. Le të nisim edhe në ato menu qështu, edhe mi thonë ato në hyni me një dhome a bëne një marveshe, mëshit me bo, edhe nështë që kjo është një njëre të menumit jashtë kutis, se tash veç që 2 vjetë, çdo herë ma shumë fazën, mas fazëve që po thojmë, zgjedhje. Nisi me menu që s'ka. Ama zgjedhjet e fundit nuk është që ka përfitu askush. Unë menoj dhe asë nuk e di çfarë situate. Një moment, çfarë situate shkojmë dhe kur shkojmë. Unë besoj që pse i dash mos doni ka me qenë për shkak se baton na ka shku ka shumë rëndësi pse shkohet zgjedhje. Mbi çat tem, pastaj edhe kërkohet rezultate. Këtu nga shkon zgjedhje për me zgjidh. Jena falë që s'ka këllë me kërku
edhe me udhëheq vendin, ajo është Partia Demokratike, për arsye se ende e pret njeriu që vjen nga Haga, që Si ka votat patën me udhëheq vendin. Po jo, po nuk ka kur s'ki ide, dhe nuk mundesh mi marr votat. S'ka. Jo. Ka votat pat këllë se s'pat. Edhe e ki lidhën demokratike. Lidhën Me demokratike. thjeshtu i bjen, du të me pas zedhe derisa të fiton që është bëkom që e fund. Po kështu së funksionon demokracia, Nuk funksionon kështu. E ki lidhën demokratike. Spel qenë, ka fitu për shame votë. Ka gjasat më të vogla për ripërthririn e vetë. Gjasat më të vogla. Dhe nëse kjo ndodh, më kallëzoni cila është rruga e tretë. Rruga e tretë është që qytetarët e Kosovës me qenë zhgënjym deri në atë pikë që me dalë në rrugë dhe me kriju ato që quhet rruga e tretë dhe njerëzit e ri të cilët nështë janë ciklin e pushtetit. Jo, po që bo, kush? Mendoj që zgjidhja ekziston, edhe mundet më bo prej vetëm një njeriut, pra, që është Mos e kërkoni intelektualin për president. Jo intelektual. Kërkoni njerëz që dalin edhe Te këtë intelektual. Po s'po dikon e kanë parasysh ku po thonë intelektual, që dikon e kanë. Jo, dikon e kanë parasysh, po s'po dikon e kanë. Pra, Këtë që janë në akademi të shkencave, këtë që janë në për universitete, këtë ta janë pa dobishëm në qenë president. Me profesorë. E kam provu në Amerikë Latine një intelektual filozof, një shkrimtar që është, e din që kanë do. Edhe sërë të kam provu Dobrica Qosiqe. Jo, zgjidhja kishte qenë. Slovendë kanë pas kandidat Zhezheku. Po, Zhezheku ne kam pas. Presidentë kanë pas. Jo, zgjidhja është Në popull e emancipum ka intelektual filozofi mirë. Po se këto oportunistët. A pe kupton është një gjë sa e rëndësishme është apo flitin sonde. Ti kritikon partitë politike për opsionet më të mrapshta për me kontrollu pushtetin, për me kontrollu shtetin, falni. Kritikon vetëvendosin se është kryeneqës me do pushtetin, kritikon opozitën që është, si më thon, krejt pa gjak anemike, në ndërkohë, që ti thu atë që shfar intelektuale e në vete ti, humor njërën e mirë, një njërë të ndershëm, një autoritet morale, kulturore, kujdione, ju duni me zjetë një të kes, shumë të kes, duni me zjetë, edhe qa shtu me qitë për president. Ju po lëbni një Sokrat, një Platon me auqitë ato, nuk ka nevoj, një fuleran që sanë gabimisht, filozof në stop, që kuj keni kryeministër, që 7 vjetë, që ka përfitu këj vend. Nuk e di unë e kone ka citu gabimaj, po që për cilë ti, nështë e për cilë ma mirë, unë se di. Na që posojë, dohet menagjera këj vend, ko nevoj, menagjera që respektojnë kushtetutën, pa i filore nuk o mëllë, hesh president, do i lirë, shfa menagjera, as byshan, as filozof, ashtë intelektual, a biolog, a kimist, a nobelist, politikan i cili i qënë proceset e këti jo për lëp një idealen, për në me ajo keni me proba 2000 vjetë me ato teoritë të këtura, filozof, idealja nuk është e pa mundën, me morë zgabu me idealja, ajo që është në regull duke të pa mundën dhe naive. Ditë me Platonit. Ilirë, ironia me madhe... Profesorë që ta shonë filozofinë dhe ka vese nga nuk kurgjohë. Ty bilesh do është me vetëdim, ma shumë se mu, me student. Ka me keni hamër me Albinin, që? Një njeri që lezëm është parathënjët libra. Se neve nga kujtohet dorimit të Dibranit tjo. Kur u zjedh aktiviteta Jajaka, është po turi ambasadës me zjedh njeri më që të vetë. Mos në këtëbre në histori, batën mos në këtënë se në qmende. Që në është historia. Jo, i blerim. Haru për shtë Jo, është propozu i